Një ngjarje e pazakon dhe shqetësuese është regjistruar në qytetin e Lushnjës, ku janë vjedhur eshtrat e një personi të ndarë nga jeta prej 17 vitesh. Sipas informacioneve paraprake, autorët kanë hapur një tunel të madh nën tokë për të deportuar në varr, çka tregon për një veprim të mirë organizuar dhe të menduar më parë. Ngjarja ka ndodhur në varrezat e qytetit dhe është zbuluar nga punonjës të mirëmbajtjes së tyre. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e policisë kanë mbërritur në vend ngjarje, duke nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Deri më tani nuk dihen motivet e kësaj ngjarjeje të rëndë, ndërsa po punohet për mbledhjen e provave dhe verifikimin e çdo piste të mundshme. Autoritetet pritet të japin më shumë detaje në vijim, ndërsa rasti ka shkaktuar shqetësim të madh te qytetarët.